Këto dy zonë janë 26 vjet më parë u kujdesen për luftëtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Për këtë kontribut, Hate Rexhaj e Feride Hajdinaj u nderuan në paqe nga komuna e Deçanit. Ushtria çlirimtare e Kosovës. Ata që falë për kujdesit të Hate Rexhajt, që e quanin Tezja UÇK-s, nuk e ndjen mungesën e prindërve. Përmes një video mesazhi e shprehen edhe falenderimin. Pavarësisht sakrificës së saj në ato kohë të vështira, për Kosovën Tezja e UÇK-s pak merita i ndali për vete e shumë për ata që kapën armët. Si gjën s'kom bon. Djem të ushtrisë çlirimtare çliruan Kosovën. U mundova sa do pak me ndihmue, por djem të UÇK-s luftuan ditë e natë në borë e në shi, me ka 3 ditë maleve, dëbor, fushave, lëndinave, gjithku, pa kursy asnjë gjë. Bile kjo me nostalgji kujton çdo detaj nga ato ditë. Po isha në shtëpi, po nestret kur nishin për luftë, me ka 40 kg në shtëpinë, me automatik, u mërzitësha se e disha të gjithë nuk më kthehen në shtëpi. Qajsha, edhe më thonë shënteze, mos qaj, se nuk e ka shkojnë mu vra, na do shkojnë me luftu e me i dalë Serbit përballë. Dhe u mërzitësha shumë për ta kur i përcjellsha. Të bëmat e saj më shumë ëndje, kujtohen edhe nga ata që luftuan kundër armikut serb. Kanë qenë një familje e dytë për ne, mos të flas pastaj për kujdesin që e ka luajtur rolin shumë të rëndësishëm logjistik kur ne kemi shkuar me marrë armat në Shqipëri. Një zemër shumë madhe, domethënë, na kujdes për neve, na i ka larë rroba, na ka buk, na ka kthy edhe kështu që jemi një shumë mirë aty. Veshminjojeve që u adhuroi Bashkim Ramosaj për zemrat e mëdhaja, dy zonjave u dha dikush edhe nga një dhuratë të vogël, por shumë domethënëse.